Dje, në një intervistë televizive për mediat shqiptare, ambasadorja izraelite në Tiranë dha një mesazh të qartë. Irani ka gishtin te këmbëza për Shqipërinë. Ky nuk është vetëm një alarm diplomatik, por një sinjal për një rrezik real që kërkon reflektim kombëtar. Shqipëria, një vend i vogël në hartë, por me qëndrime të mëdha në politikën e jashtme, po rrezikohet për shkak të dy faktorëve të lidhur: marrëdhënieve strategjike me Izraelin edhe pranisë së kampit të mujahedinëve iranian në Durrës. Që nga viti 1991, Shqipëria ka ruajtur një marrëdhënie të qëndrueshme me Izraelin, marrëdhënie që është forcuar në vitet e fundit përmes bashkëpunimeve strategjike, ndihmës pas tërmetit, shkëmbimeve kulturore dhe qëndrimit të vendosur të Tiranës kundër antisemitizmit. Shqipëria është një nga të paktat vende me shumicë muslimane që strehon me krenari memorialin e Holokaustit dhe rrëfen me dinjitet historinë e shpëtimit të hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë frym, ambasadorja izraelite nuk foli dje vetëm për respektin ndaj të kaluarës, por për nevojën për vigjilencë ndaj kërcënimeve të tanishme. Ajo nuk përmendi thjesht retorik diplomatike, por foli për kërcënime reale, përfshirë sulme me dron, sulme kibernetike dhe destabilizim të qëllimshëm nga Irani me Shqipërinë si një ndër shënjestrat e mundshme. Prania e kampit të mujahedinëve iranian në Manës është kthyer në një pikë kritike të debatit kombëtar mbi sigurinë. Shqipëria e priti këtë grup në emër të lirisë dhe drejtësisë si një gest humanitar, por vitet kanë treguar se ky grup nuk është thjesht një bashkësi emigrantësh politik. MEK është një organizat me strukturë ushtarake, me histori të dyshimit, e cilësuar si terroriste nga vetë Irani dhe e mbuluar me hije përfshirjesh në aktivitete kibernetike propagandistike. Në vitin 2022, Shqipëria përjetoi një nga sulmet më të rënda kibernetike në historinë e saj. Me autori Iranin si pasojë, u ndërprerën marrëdhëniet diplomatike me Teheranin dhe u dëbuan diplomatët iranian. Kampi MEK u bë objekt bastisjesh dhe hetimesh, ku sekuestruan pajisje elektronike të sofistikuara, prova se Shqipëria nuk është thjesht strehe për të ndjekurit, por mund të jetë kthyer në fushë betejë hibride mes dy fuqive në konflikt. Sot Shqipëria nuk ka asnjë marrëdhënie diplomatike me Iranin, jo vetëm për shkak të sulmeve kibernetike, por edhe sepse Teherani ka kërcënuar haptazi territorin ton për shkak të MEK. Qëndrimi pro-Izrael i Shqipërisë është moral, historik dhe strategjik. Por mbështetja jonë nuk duhet të kthehet në një pikë dobët sigurie për shkak të faktorëve të tretë, si kampet e kontestuara apo mungesës së mbrojtjes efektive kibernetike. Çfarë mund të bëjmë? Të forcojmë infrastrukturën kibernetike dhe mbrojtjen fizike ndaj kërcënimeve hibride, përfshirë dronët dhe operacionet e infiltrimit digjital. Të rishikojmë me transparencë dhe ligjshmëri statusin dhe funksionin e kampit MEK, jo si shërbim humanitar, por si çështje sigurie kombëtare. Të vazhdojmë të mbështesim Izraelin dhe miqtë tanë strategjik, por me një diplomaci inteligjente që shmang përfshirjen direkte në konflikte të huaja. Të informojmë publikun shqiptar për natyrën e kërcënimeve moderne. Sulmet nuk vinë më vetëm me tanke, por edhe nga bota digjitale. Nëse dikur strehonim hebrejnë që iknin nga nazistët, sot strehimi nuk duhet të bëhet për ata që mund të sjellin luftë në shtëpinë tonë. Shqipëria është një vend paqësor, një vend mik, por jo një vend naiv. Ne si Dritare TV bëjmë thirrje për maturi dhe veprime të përgjegjshme. Në emër të sigurisë, të së vërtetës dhe të drejtës, për të qenë të lirë dhe të mbrojtur në shtëpinë tonë. Editorial nga Dritare TV.